fushat? Tani këto që dëgjuam nga Saliani sonte, dhe gjitha të që ka thënë që kur ka nisë këtë lëvizjen, unë i firmos 100%. Për PD-n dhe për qatë dush, janë gjëra bazike për demokracinë brenda partive. Pra, që ai ka drejtën të kandidoj, që ai ka drejtën të kërkoj një PD më të mirë, më të hapur, më moderne, me një opozitë ndryshe ndaj Ramës, pa tjetër është e drejtë legjitime e kujdo. Aty ku unë filloj kam probleme Salianin është kjo. Pra ti të ankohesh se s'lënë i garë në PD, është si të ngrihet sot Elisa me Taulant Ballën dhe të zbulojnë që Rama qenë ka autokrat brenda partisë dhe nuk lë garë. Saliani që ditën që ka vënë këmbën atë parti, e ka ditur që ajo është prona personale e Sali Berishës. E ka provuar preqin kuris 93-shin, nuk duhet ta vërtetoj në 2033-shin Saliani. E ke përnuar për atë të vjetë, dhe në këtë kuptim... Se betej do të bëhe, do të apropoj me betej. Jo, po i pranon ai. Ria nuk i mëson as kujta. Të dy i bën këtë, thanë, edhe Tela dhe ky e thonë që duhet të apropoj vetë. Historia të mëson. Do me thënë, unë në qovë se futem sot, se po im ke fushë e Klodit, në i band kriminelesh, dhe them, dua që historia mua të mësoj që këta kriminellet i bëj njerëz të mirë, do e provoj, jo, ti e di ku hynë. E di ku hynë, pra, do e besoja unë, ka kontekste. Do e besoja unë Taulant Ballën sot, po të thoshte që, s'po mleja drama, që ti marë partinë. Është absurde. Dhe gjithmonë, këto lloj lëvizjesh në opozit, edhe pa pasur fakte, unë kam një prirje t'i shoh me dyshim. Ka një herë të parë gjithmonë, Ka mërë gjithmonë, nuk ja përjashtoj me jo. Ka dhe kontekste që në shoj, nuk është një aq më tepër, pse i shofun këto lëvizje me dyshim? Sepse edhe KPD-ja, edhe TPS-ja, ne kemi një tradit që ndryshe nga që duhet ndodhte normalisht, partit mund të qahen, mund të fraksionohen në pushtet, sepse zakonisht në pushtet, kur ti zbaton politika të ndryshme nga to që e votuar, ka grupe që bëjnë shizma. Në Shqipëri çfarë ndodh? Në Shqipëri, SHPS-n e Ramës, me LMN-n, me gjithë njerëzit që dilnin kundra. Partit qahen kur janë në opozit, fraksionohen kur janë në opozit, dhe kemi gjën më të madhe, Lul Basha... Që se më citove mu, gjithë lëvizja e shokëve të mi dhe emocionistëve është bërë kur ka qenë Sali Berisha në kulmin e pushtetit. Je dakord? Ishte një vit pas demokracisë, dakord. Kulmin e pushtetit. Pre që unë do të shtoj dhe një detaj më shumë nga kjo i thotë Bushati. Të majtët, dikur unë e kam thënë njerë këtu në studio, ish kryeministri polak Teodosh Mazovjeski na spjegoi ne një grup gazetarësh, ndoshta hiqe ti, nuk e mbaj mend, mos e ke qenë me ne, na spjegoi që tani ata bashkohen kur kanë luftë. Ke edhe metën që iku la nanën në pushtet ishin Partak Gjela iku ku ishte në pushtet. Ajo është normale. Të majtët përgjithsisht bashkohen. Qarja në opozit dhe ne nga vim të kjo opozit, ne kemi një opozit të Saliut, që s'na pëlqen fare, por në ndarjen e të cilës u futën faktor jashtë partjak, u fut pushteti, u fut spaku, u futën gjykatat. Pra, këtu ka një tendencë për përçarje dhe thërmizim të opozitës. Ja ta mbaroj se dhe dy fjali kam. Italiani nuk kërkon me kriju lëvizje, kërkon me kandidu, kërkon që zbatoj një nen që statuti ja ka dhënë. Jam 100% dakord, pra, tani po shpegoj kontekst, pa dyshim, pa dyshim. Do me thënë... Sikur këtë do me i bo keq për des. Unë jam me anë, gjdo njeri që kandidoni bën mirë për des. E pra, ta themi. Madje, në qofë se Saliani do kandidonte dhe do arinte të kandidonte, kritika ime për Salianin do ishte
që ti po bëhesh fasad për demokracinë falso të një partie që është feudi Sali Berishës, që të gjithë e dim që nuk ka garë, e ka personale. Thuaj që unë e shoh me dyshim, pse e sheh me dyshim? Nuk Na e shpjego pak të jo, pjesën. Pra, po këto të isha me një fjali, po të isha unë, fjali shoh me dyshim, po pse? të isha unë dhe të kandidoja sot, të doja të bëja një fraksion brenda do matesha 2 herë. Do matesha 2 herë, sepse ne dim të gjithë që këtu ka një sponsorizim total të Edi Ramës, të Spaku, deri dje se sot janë bërë neutral të ambasadës amerikane për përçarjen e opozitës. E kemi jetuar këtë. Dhe edhe tani amerikane. Ikën tani janë neutral, thash. Por ngjarja është që do dikush të kandidoje, apo nuk e len ata të tjerë të kandidojë. Cila janë ngjarja? Po i hym kështu pastaj deri që Ne po dalim për te, këto e mbyllë me i fraz. Do Saljanit kanë... Saljanit ka 100%... Një antar kryesie i ri kërkon të kandidoje në bazë statutit në fuqit partisë. 100% e drejt. Apo që një partie Sali Berisha nuk e lejon. Kjo është cila Jo vetëm që ka 100% të drejt të kandidoj, por unë thash që në fillim, kjo që fraze parë, e firmos dhe piketat mbi të cilat ai do të kandidoj. Pra kjo është legjitime, më këtë nuk e diskutoj, po këtu e mbyllja me i fjalë. Unë po shkoj për tej, në çfarë konteksti bëhet ky kandidim? Po personazhi në fjalë mund të ishte vegël e pushtetit e Ramës për të prishur PMPD-s? Personazhi në fjalë. Nuk e di se vjen nga i Vitburg, ose njeri që vjen nga i Vitburg. Me çfarë kanë kurriz me një vit në burg? Ka akuzën që i ka bëhë këti pushteti. Se ndaje pyeta, pra pse e ngre këtë që thot kam dyshim. Se kur thua kam dyshim, pushat, nuk thash kam dyshim të Saljanit. Tani me idene... E le aty... Jo, ti vësh qartë, të thash, po të isha unë. Me idene shpike sar miqve... Po të isha unë. PD-ja ka shkuar 35 vjetë. Një deputet. Dhe gjithë politika shqiptare, jo vetëm demokratike, në një kontekst të përgjithshëm ku gjithçka përpiqet ta thërmoj, do mendohesh aty herë. Po çdo njeri që s'mendohet është i lirë ta bëjmë. Kemi 2 momente, Bushat ke shumë të drejtë, por kemi 2 pikë pyetje. 2 momente të rëndësishme. Do me thënë këtë që diskutuam deri tani, ne themi tani që Rama vjedh zgjedhjet në dakord, vjedh zgjedhjet. Vjen kohë zgjedhjeve, vjedh zgjedhjet. Tani ti nuk lejon kandidatin o zotri. Para. Tani si e Partia Demokratike? Njeriu të kandidoj nuk e lejon. Lere pastaj, mund ta bëjmë dhe armikat, mund të shpikim çfarë duash. Në Partinë Demokratike shpiket çfarë duash. E para. Dhe e dyta, tani doktori do të jetë gjithmonë aty kryetar deri në vdekje. Padyshim. Në rregull, pastaj këtu mbaron biseda dhe ne diskutojmë. Po do bëjmë si, a do më pyesë si duhet jetë? Po që deri në vdekje të jetë Saliu atje, besoj se kanë shqiptar. Nuk besoj se kanë shqiptar dilem. Dhe s'kesh thua pastaj këtu. Pastaj mbaron vërtet presh.